أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمد الكاملين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. E falenderojmë Allahun, Zotin tonë, krijuesin e universit. Kurse paqja qoftë mbi Muhammedin sallallahu ta'ala alaihi wasallam, të dërguarin e fundit, vullën e pejgamberëve, i cili erdhi si mëshirë dhe mësues për mbar njerëzimin. Të dashur vëllezër besimtar, siç kemi filluar pra komentimin e Kuranit, jemi pra në surën El Bekare, në ajetet pra 84 deri në ajetet 84, pra nga ajeti 84 deri në ajetin 93, pra inshallah do ta komentojmë sonte së bashku me lejen e Allahut fuqiplot, pra këtu ku kemi mbetur, pra dhe lutim Allahun Ta'ala që na jep begatit e tij të panumërta, për cilat ka përmend Allahu pra në Kur'an dhe ka thënë: "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha", pra dhe nëse mundoheni pra të numëroni pra nimetet e Allahut, nuk do t'i arrini dot, pra se ato janë të panumërta, dhe Allahu pra na ka çuar nimetet shumëta, na ka çuar bereqet të madh. Besimtar ndershëm, është e vërtetë e pamohueshme se këtu pra kemi hyrë në historinë e Musait alayhis salam dhe kemi ardhur ngadalë pra te tregimi për Musain, surën Bekare, pejgamberin e Zotit Musa, që i ka zbrit dhe Tevrati. Ajeti 84 fillon kësaj: Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadna mithaqakum la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum thumma aqrartum wa antum tashhadun. Dhe kur morëm zotimin tuaj që të mos derrni gjakun tuaj, të mos dëboni veten tuaj nga vendi juaj, e ju e pranuat, ndaj dëshmoni pra atë që e pranuat, pra ishte një zotim që këta kishin bërë pra populli Benu Israilit, që morën një zotim që të mos derdhen gjakun, të mos bënin fesat në tokën e Allahut, mirë po si duket, ata i hëngrën fjalët e tyre, pra nuk ju përmbajten të së vërtetës, pra nuk ju përmbajten realitetit. Por deshte Allahu fuqiplot që do të thotë kjo ishte një mirësi e madhe Allahu xhaleshanuhu, që vetë ta arrin ta kuptojnë me kalimin e kohës brezat dhe gjeneratat e kalueshme, dhe ne sot ta kuptojmë pra dhe të reflektojmë për këtë popull të prishur, i cili bëri gjërat nga më të ndryshme, nga më vandalet, pra nga më të shpifurat. Pastaj vazhdon ajeti 85 me radhë: Pastaj që ju jeni ata që mbytni njëri tjetrin, i dëboni disa për jush nga vendi i tyre duke bashkëpunuar kundër tyre, si është mëkat e padrejt, pra thot Allahu: Thumma antum haula'i taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqan minkum min diyarihim tadhaharuna alayhim bil ithmi wal udwani wa in ya'tukum usarra tufadduhum wa huwa محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. Pra, edhe pse këta u zotun thanë që e pranojmë dhe dëshmojnë, pastaj ju ishit, pra ju jeni ata që mbytni njëri tjetrin, pra
Shikoni pra çfarë dënimi, çfarë fesadi, çfarë intrigash bën këta njerëz sa që filluan dhe ndaj njëri tjetrit, mbysin njëri tjetrin. I dëboni disa prej jush nga vendi i tyre, duke bashkëpunuar kundër tyre, si është mëkat e padrejtë, e nëse ata bien te ju në robëri, ju jepni kompensim për të liruar ata, e dëbimi i tyre nga vendi është i ndaluar për ju. A besoni një pjesë të librit e tjetrën e mohoni, që mund të jetë dëshkimi ndaj atij që punon ashtu për jush, po shtërim në jetën e kësaj bote, në ditën e gjykimit, ata hidhen dënimin më të ashpër. Allahu nuk është i pakujdesshëm ndaj asaj që veproni ju. Pra një grup i caktuar, subhanallahu, sa shumë mësime na morrin prej këtij ajeti, pra prej ajetit 85 me radhë. Një grup i Banu Israilitëve që ishin më të fuqishëm, kishin ndikim më të madh, domethënë kishin pasuri, kishin toka, vasalitet, këta që ishin më dopt i shtypnin pra. Shumë një gjë shumë e thjeshtë mund po kujtohet për shembull, fshatarët e dopt kur kanë qenë në Kosovë për shembull, serbt kur kanë marrë toka, kanë marrë pushtet, kanë bën pastrimin e madh etnik, edhe i kanë përzon pe tokave, disa pe tyre i kanë myt, pra që dominuan disa mbi disa. Pra Allahu thot ne i bëjmë të dominojnë disa mbi disa. Dhe fatkeqësisht pra kjo është një lloj ta quajmë rotacioni ose një lloj cikli që si duket përsëritet në historinë e njerëzimit dhe civilizimit njerëzor, që gjithmonë pra ka asi prej njerëzve që i akuzojnë tjetër, siç ishte për shembull edhe tek romakët, patricët kur i përzun pra plebejt, pastaj plebejt u ngritën dhe u bën në mënyrë të barabartë me ta. Pastaj më kujtohet edhe rasti në historinë islame tek përzonja e besimtarve që ata bën hijret për hir të Allahu xhaleshanuhu, që i dhujtarët aty brenda Mekas kishin pasuri të mëdha dhe këta pjesa tjetër që ishin besimtarë ishin pakic, dhe Allahu i mori në mbrojtjen e tij dhe ju dha urdhën që të bëjnë hijret për një kohë të caktuar derisa Allahu t'i forcoi rradhët e tyre, dhe pejgamberit ju dha urdhën pra që të bëjnë hijret për hir të Allahut xhalla xhelaluhu wa xhalla shanuhu. Edhe si duket këtë historinë e njerëzimit edhe sot, ditët e sotme kemi këta faktor. Për shembull, ata që janë shtresa më të pasura, janë në autoritet, në pozita, pa mundohen me shtyp këta që janë në punës të ulët apo të thjesht. Pra kjo një si duket besimtar ndershëm, këto gjëra si duket përsëriten, dhe është pak si ta quajmë asisoj një lloj çudie se si ndodhin, por ne nuk duhet të habitemi se Allahu na ka treguar në Kur'anin famlar që këto gjëra do të ndodhin vazhdimisht deri në ditën që do të marrin fund ky univers. Pastaj vazhdon ajeti 86 me radhë që thot Allahu për tillë persona: Ulaika alladhina ishtaru al-hayata ad-dunya bil-akhirati fala yukhaffafu anhum al-'adhabu wa lahum yunsarun. Të tillë janë ata që vlerësuan jetën e kësaj bote mbi botën tjetër, andaj atyre as nuk do t'u lehtësohet dënimi e as që do të ndihmohen ata. Pra të tillë ata që janë që vlerësojnë këtë botë dhe e kanë shit pra ahiretin, dhe kanë ble këtë dunja, dhe Allahu veç këtë dunja ju jep, në tjetrën s'kan kur gjë. Dhe janë pasun, por nuk e jepin as sendin më të vogël. Pastaj thot pejgamberi alayhis salatu wassalam që 50.000 vjet do të hyjnë fukarat miskin në xhenet para të pasurve, për arsye se këta fukarat varfër kanë falendëruar Allahun shumë dhe kanë qenë shumë që kanë falendëruar Allahun, kurse këta të pasurit kanë menduar që janë të pasur, por kanë harruar se Allahu është i pasur dhe ai ja u jep njerëzve pasurinë, sepse nahnu al-fuqara wa anta al-aghniya ya rabbal alamin. Ne jemi të varfër o Zoti ynë, kurse ti je i pasur dhe ti jep rrezik kujt të dush, dhe mirë për atë rob i cili nuk e falendron Allahun kur i jep rrezik dhe i jep mirën këtë dunja, dhe ta përkujtoj ahiretin, ta përkujtoj xhenetin, dhe ta di se ekziston bota për tejme, dhe të jap zakatin, dhe të fal namazin, ta xhiroj Ramazanin dhe të jetë prej muslimanëve, siç thot Allahu në Kur'anin famlar,
që besojnë me një besim të sinqert dhe që e japin edhe me dhëmshmën për Allahun xhaleshanuhu. Prandaj këta të tillë njerëz pra sprovohen me pasurinë e tyre dhe mashtrohen dhe vlerësojnë më shumë këtë botë pra dhe vlerësojnë më shumë këtë botë se botën tjetër. Mirë për këta njerëz të cilët vlerësojnë këtë botë më shumë se botën tjetër, kur dihet se bota tjetër është xheneti, është premtimi i Allahut që është bërë besimtarëve të drejtë. Vazhdon ajeti kuranor i 87 me radhë, ku thot: "Walaqad atayna Musa al-kitaba wa qaffayna min ba'dihi bir-rusuli wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi-ruhil qudus afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum fafariqan kadhabtum wa fariqan taqtulun." Ne i patëm dhënë Musait librin, pra Teuratin, dhe pas ti patëm dërguar shumë pejgamber. Isai, bijut Mejremes, i dham argumente, mrekulli dhe fuqizuam me Xhibrilin shpirtin e shenjtë. E sa që u erdhi ndonjë i dërguar me çka nuk u pëlqeu juve, a nuk u bët krye lart dhe disa prej tyre përgënjeshtruat, e disa prej tyre i mbëtët. Në librin tim Islami në fokus, që është përpunim dhe shpejt të ditë do të botohet me lejen e Allahut xhaleshanuhu, unë kam përmendur rastin, këtë rast pra, që si janë mbyt këta pejgamber të Zotit pra, o fariqan taqtulun pra, si keni mbyt përgënjeshtru dhe i kanë mbyt disa pejgamberve të Zotit, por dhe nuk u pëlqenin këshillat e pejgamberve dhe disa prej tyre dhe i mbyten. Edhe vlen të përmendet këtë rast pra Zekeriai, i cili ishte i moshuar, Zekeriai alayhis salam pejgamberi i Zotit, i cili u kujdes për Mejremen, nënën e ndershme të Isait alayhis salam, po ashtu dhe Jahja i biri i tij dhe ky pejgamber, të cilët u vranë mizërisht nga hebrejt, të cilët edhe sot e urrejnë Mejremen dhe shpifin ndaj saj duke quajtur të pamoralshme dhe Isain si fëmijë të jashtëligjshëm. Kjo ndodhi kjo punë nga mbreti i asaj kohe për dëshira e pëshërore, ashtu si sot, ku sionistët kanë 3 objektiva të shkatrojnë njerëzimin me gra, para, pozit, autoritet, pra këta janë 3 gjenat që synojnë ata. Zekeriai alayhis salam dhe djali i tij Jahja alayhis salam vazhduan misionin e pejgamberllëkut mes Benu Israelitëve, por këta dy u vranë mizërisht. Dhe inshallah na do ta tregojmë në historinë edhe më tuqe, sepse do të vazhdojmë pra me ajetet më poshtë, si vjen. Pastaj vjen ajeti kuranor: "Wa qalu qulubuna gulf bal la'anahumullahu bi kufrihim fa qalilan ma yu'minun." E jehudit, pra jehudët e kohës së Muhamedit thonë zemrat tona janë këllëf. Jo, por për shkak të mosbesimit të tyre Allahu i ka mallkuar, andaj pak janë që besojnë ose pak janë besojnë. Pra ata shtrembruan edhe Teuratin po ashtu. Dhe ishin për njerëzve që shkelen çdo parim. Po ashtu, këta pra ishin njerëz të cilët Allahu i mallkoi për shkak se thyen çdo gjë dhe ishin pa besimtar dhe ishin të fundosur dhe qëndronin të paluhatshëm në mosbesimin e tyre, pra Benu Israelitët. Dhe sigurisht pra ky është një dënim pe Allahut, saqë këta vetë edhe me gojët e tyre thanë janë zemrat tona janë në këllëf. Subhanallahu, pra janë mbyllën vetes çdo derë, çdo shteg. Pastaj vazhdon ajeti 89 me radhë ku thot Allahu xhaleshanuhu: "Walamma ja'ahum kitabun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu
يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنهم الله على الكافرين. E kur erdhi atyre prej Allahut libri Kurani që është vërtetuesi atij që e kishin pranë e që para se të vinte e kërkonin ndihmën e tij kundër mosbesimtarëve, e mohuan atë pra që e njihnin kur u erdhi pra mallkimi i Allahut qof kundër mosbesimtarëve. Pra mohun Teuratin, mohun çdo ligj të Allahut. Mohun po ashtu mohun pra edhe këta tarshmit, mohun edhe Kuranin, mohun pra edhe idhujtarët edhe pabesimtarët edhe qafirët mohusit, mohun edhe librat e shenjta, pra mohun Teuratin, mohun Kuranin, ndryshun fjalën e Allahut dhe shtremrun Teuratin, dhe Allahu nuk i dën këta njerëz të cilët shtrembrojnë dhe prishin rregullin në tokën e Zotit xhalla xhelaluhu wa xhalla shanuhu. Pastaj thot Allahu xhalla shanuhu, thot bi'sa ma ishtara bihi anfusahum an yakfuru bima anzala Allahu بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. E shëmtuar është ajo për çka ata e shitën vetveten, atë që është shpalli Allahu të mos e besojnë nga zilia, për shkak se Allahu nga mirësia e tij t'i shpall atij që dëshiron nga robët e vet. Andaj merituan zemrim mbi zemrim, pra gazep mbi gazep. Mosbesimtarët kanë dënim që i poshtërson. Pra ata do të jenë në khauje, apo do të jenë në khutame, pra në shtresat të ndryshme të zjarrit, dhe kanë dënim dhëmshëm që Allahu i poshtroi për shkak se ju prun me qindra, me dhjetra argumente, mos themi me mirë argumente, dhe ata i mohuan çdo mirësi që ju dha Allahu, mohuan rrezikun që ju dha Allahu, mohuan pejgamber që ju dha Allahu, i vran pejgambert e Allahut, subhanallah, sa mizori e madhe është kjo. Pastaj vazhdon ajeti tjetër i 91 me radhë që thot: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Dhe kur atyre u thuhet besoni atë që shpalli Allahu, ata thonë ne besojmë atë që na u shpall neve, kurse e mohojmë atë pas ti, edhe pse është vërtetuesi atij që e kanë ata dhe është i vërtetë. Thuaj nëse jeni besimtar, pse pra i mbytni me parë pejgamberët e Allahut? Pra këta njerëz shumë të çuditshëm mbysnin pejgamberët e Allahut dhe kështu pra vepronin në mënyrën më të keqe. Dhe pra prishnin dhe shkatronin çdo gjë. Dhe sigurisht pra vrasja e këtyre pejgamberëve, këtë tregim, këtë histori inshallah do ta tregoj, kam treguar pra në librin tim Islamin Fokus, unë me ju, vlla ju Imam Arbër Berisha, ligjëratat tona i keni kudo në internet. Zekrijai, ju e dini, a.s. dhe djali i tij Jahja a.s. vazhduan misionin e pejgamberit mes israelitëve duke i këshilluar dhe uzuar drejt besimit dhe vlerave morale pra popullin. Pra do të tregoj për vrasjen e pejgamberëve që bën Benu Israelitët. Pushteti politik asaku ishte në duart e një mbreti i tirant, lig dhe amoral. Ky mbret manifestonte gjoja respekt dhe nderim për Zekrijajin, Jahjain dhe njerëzit e ditur të fesë. Por ky mbret shkeli ligjin e Allahut në Teurat duke u martuar me mbesën e tij. Ndërsa Jahjaja a.s. e kundërshtoi këtë hapur duke u treguar popullit se kjo është ndaluar dhe ligjet e Zotit duhen respektuar. Kështu mbreti hoqi dorë nga kjo ide, por mbesa e tij nuk hiqte dorë nga froni mbretëreshës,
Një natë ai filloi të këndoj për mbretin dhe të kërcej. Mbreti kërkoi për në shtrat, por ajo refuzoi duke i thënë, vetëm pasi të martohemi. Mbreti tha, si të martohemi, ndërkohë që Yahya alayhis salam pra pejgamberi ka ndaluar këtë. Ajo ju përgjigj, më sill kokën e Yahyait si dhuratë martësore dhe japin fund kësaj çështje. Mbreti aq shumë ishte i dhënë pas saj, saqë në çast urdhroi ushtarët të sillnin kokën e Yahyait alayhis salam. Menjëherë ushtarët u nisën drejt falturës ku ishte Yahya alayhis salam, i cili në atë çaste ishte duke u falur, pra ishte duke u falur në tempull. Ata ja pren kokën dhe ja sollën mbretit në një tepsi. Ai e mori kokën e Yahyait alayhis salam, ja dorëzoi mbesës së tij dhe kështu u martuan. Kjo ishte një sprovim prej Allahut për pejgamberët e tij, Zekerian dhe Yahyan alayhis salam. Koka një pejgamberi jepet si dhuratë martësore një gruaje të fliqur. I dërguar alayhis salam ka thënë, Muhamedi alayhis salam ka thënë, njeriu do të sprovohet sipas besimit që ka. Ata vranë edhe Zekerian alayhis salam. Nuk u doli një pejgamber pa vrarë dhe të dytin. Allahu xhaleshanuhu ata i ndeshkoi pas kësaj u përçan mes veti dhe mallkimi i Allahut Teala azza wa jalla ra mbi ta dhe këtu merr fund Tevrati dhe vjen dhe Injili tek Isa alayhis salam. Pra ata i humben pejgamberët, mësuesit e tyre, duke i vrarë me durët e tyre. Dhe ata shpifen edhe ndaj Meremes, ndaj Isait dhe u munduan të bëjnë intriga dhe me tuqje, por Allahu u bllokoi çdo shtek dhe çdo vull. Pastaj thot Allahu xhallashanuhu në ajetin 92 me radh, وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. Juve u pat ardhur Musa me argumente, pejgamberi Musa me argumente, por pasti ju adhuruat viçin, pra ju ishit mizor. Dhe Allahu inna Allah la yuhibbu zalimin, pra Allahu nuk i udhëzon popullin mizor, kriminal. Dhe besimtar ndershëm, pra pejgamberi Musa alayhis salam bashkë me Harunin me vllain e tij thirrën pa ndal, thirrën dhe faraonin siç e urdhëroi Allahu xhaleshanuhu, do ta shpjegojmë edhe në ajetet që do të vinë në sure të ndryshme. E thirrën dhe i thanë, shko folni faraonit me fjalë të buta, pra. Kuj? Njeriu më të shëmtuar në uzullin toksor, që tha, çka tha? Anna rabbuka al-a'la, unë jam Zoti i zgjithësisë, astaghfirullah, Zot falna pe asaj fjale, shirk i madh që bëhet. Astaghfirullah, sa mohuesi i madh është njeriu ndaj vetës, dhe në fund si përfundoi në det kur erdhi shpirti ngroft fytit, tha besova Zotin një, Zotin e Musës, por atëherë ishte tepër vonë se bendimi nuk pranohet, përveç se di raste, ju e dini, kur vjen shpirti ngroft fytit, edhe kur të lind dielli në perëndim pe shenjën e kiametit, ka thënë pejgamberi alayhis salam që në këto dy raste nuk pranohet pendimi, sepse është tepër vonë, is too late, pra, është tepër vonë. Dhe adhurun viçin Samiriu një komplotist i shpifur, këtu pra vazhdon ajo adhurimi i viçit dhe me të vërtet kjo është një katastrofë e madhe, t'i bëhet shok Allahut kur dihet se Allah nuk gjitha gjinat i fal, përveç se shirkun nuk e fal, t'i bësh ortak atij. Wa'budullahu wa la tushriku bihi shay'an, pra adhuroni Allahun mos i shoqëroni atij asgjë, shok thot Allahu xhaleshanu në një ajet tjetër kuranor. Pastaj thot Allahu xhaleshanu në ajetin 93 që me këtë ajet do të përfundojmë, pastaj do të vazhdojmë ligjëratën e ardhshme në ajetin 94 me radhë. Thot وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Përkujtoni kur morëm premtimin tuaj dhe mbi ju ngritëm kotrën Tur, u tham merrni këtë që u dham seriozisht dhe dëgjoni, respektoni. Ata thanë, dëgjuam me vesh, e kundërshtuam, e për shkak të mosbesimit tyre, adhurimit pra astaghfirullah ndaj viçit, ishte përzirë me gjak në zemrat e tyre,
Thuaj nëse jeni besimtar, besimi juaj është duke u udhëzuar keq e më keq. Është hyrë në një katrahur, është hyrë në një hendek të madh, është hyrë në zjarr xhenemit sepse ju po adhuroni viçin. Sukur sot për shembull që adhurohet lopa, astaghfirullah. Andaj ka India për shembull, e adhurojnë lopën, me kalu lopa, zguxon kush me kalu pra ka rruga, nëse kalon një lopë, do të munal me kerë, me njerëz, me krejt, me prish të rafun të na bizniset, munal për lopën, astaghfirullah. Edhe atëherë fillun të adhurojnë viçin, na'udhu billahi min hadha, sukur sot që njerëzit adhurojnë këngëtar, adhurojnë fotografi, adhurojnë statuja, adhurojnë varreza, edhe këtu në vendin tonë troje shqiptarë kanë filluar të bëjnë do statuja, si kënë se trashëgimi kulturore, shkojnë i majnë nëpër vitrina, i puthin, thot është përfaqësuesi ynë i trashëgimisë kulturore, është hynësha në fron, është kjo, astaghfirullah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. I lartë është Allahu, e lartë është madhëria e tij, nga çka ata i shoqërojnë. Pra, Allahu është një, nuk ka lindur kas, nuk është i lindur atij, askush nuk është i barabart. Ai nuk ka shok, është i pari që s'ka fillim, është i fundit që s'ka mbarim. Është një, është i parë tak, është i parë rival. I lartë është Allahu nga çka i shoqërojnë, i patmet është ai. Andaj besimtar ndershëm, pra jemi në surën Bekare, përfunduam ajetin 93 me radhë dhe radhës tjetër inshallah do të vazhdojmë me ajetin 94 deri në ajetin 105 dhe kështu me radhë, pra i afrohemi një afërsie shumë të mirë për surën Bekare, pra surës Bekare. Jemi pra gati se gjysma e Bekares që kemi komentuar. Kështu me radhë inshallah në ditët vijim shpejt do ta kryejmë edhe surën Bekare, pastaj do të fillojmë me surën tjetër me radhë që vjen Kur'anin famlar, surën Ali Imran. Dhe me lejen Allahu që na jep Allahu ymër dhe jetë gjatë, sa i ka dorë shpirtrat tanë, inshallah do të mundohemi ta komentojmë komplet Kur'anin bashkarisht, ta dëgjojmë përmes rrjetit Multi Muslims Channel dhe Arber Berisha po ashtu në YouTube, duke bërë dhe ju subscribe, ju lutem gjithë dhe t'i shpërndani videot tona nëpër profilet e juaja në Twitter, në websajtet e juaja, në YouTube-et e juaja, ta shkarkoni, ta downloadoni, ta ngarkoni edhe në YouTube-et e juaja, po ashtu ta hedhni në profilet e Facebook-ut, fanpage-et e juaja, në websajtet e juaja, në Twitter të juaja, në Google Plus-at që posedoni, t'i shkarkoni, të bëni share, t'i shpërndani videot tona, e keni drejtën ekskluzive pra t'i shpërndani kudo këto ligjërata dhe të përfitojmë së bashku me ju vllai juaj Imam Arber Berisha, me tribuna, me ligjërata kudo në Evropë, Shqipëri, Kosovë e me gjerë, dhe na boft Allahu për robëve të mirë, shërptor të tij që punojnë ditën e natën për fjalën la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, që nuk ka zot tjetër që meriton për të adhurohet përveç një Zoti, që është Allahu xhaleshanu, dhe se Muhamedi është rob dhe i dërguar i tij, krijesë e tij dhe i dërguar i tij i ardhur për të kumtuar lajmin e mirë. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Na vizitoni në website-in ton www.arbervisberisha.it.gg, po ashtu në Multi Muslims Channel në YouTube, po ashtu dhe Arber Berisha YouTube, dhe në profilet tona Imam Arber Berisha. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallah.